Sa herë të kish shukry Serbia, ti ja kishe nal qeshmën e gazit. I ka që nja 2 vjet që në autostradën Ibrahim Rugova ka rshit dheju, e jë ndrua atje në Ministrit të Infrastrukturës, më do këtë ky tash është ministri i tretë në këto 2 vjet. Njani u ikën Shqipni, tjetri la politikën, ky i treti i shkreti valën, herë që ishin kryetar kuvendi, herë ministër, herë ku më ishin, herë çka më ishin, po vi 2 kacia dhe që 2 vjet jeni ka muni me hik. Që kjo është që po të thamë unë, s'ja keni bo vi punës që 2 vjet. Keni dalë gjdo par zgjedhje nacionale, lokale, del ke kryetari i partisë tane. Si vjet kryhet rruga Prishtinë po dujev, halo su kry. Gjdo par zgjedhje nacionale, lokale, si vjet kryhet rruga Prishtinë, autostrada Prishtinë-Gjilan, halo su kry. Halo su kry ajo për Mitrovic, halo su kry ajo për Pej, kur gjë nuk keni nis, e kur gjë nuk keni bitis që thët popli, pra s'keni përfundu në këto 6 vjet. S'keni qka me të regu, krejt qka bëni, pret bet lut na bre, po që plani jam në infrastrukturë. Me përfundu që të rrugë që ti që 6 vjet për mund është azvimi abu, Prishtinë-Gjilan, Prishtinë-Podujev, Prishtinë-Mitrovic, Prishtinë-Pej. E kur ti lidhim krejt këto qytete me kryes qytetin, mande kemi me lidh perëndimin me zveti, pra magistralja e Dugaxhinit që i lidh qytetet Dugaxhinit me zveti, dhe magistralja Ana Moravës që i lidh këto qytete me zveti. Kemi me bë tubacionit e gazit prej Shkupit në Han të Elezit dhe deri në Mitrovic, një projekt amerikan që ju e keni refuzu e Shqipnia e nënshkroj para pak javësh 6 miliard euro. Një projekt infrastrukturor që në fakt ka shumë ma shumë vlerë geopolitike, geostrategjike, sepse gazi amerikan pe Greqis, Macedonisë e Kosovës kish me shku në Serbi, e qeshmën e gazit e kishe pas ti në Kosovë. Sa herë të kish shukry Serbia, ti ja kishe nal qeshmën e gazit. Ju e keni refuzu, keni me u përgjigj për këtë çështje historikisht.